Tani kam edhe një sqarim me diasporën. Fakti dashur vëllezërit tanë, motrat tona, që juve e shikoni Shqipërinë me dy rrugë, e shikoni Shqipërinë të bukur në marketing e gjitha, nuk do të thotë, nuk hyjt tek ata njerëz që Rama është i keq që nuk ka bërë asnjë punë, se punë është bërë në këto 35 vjet. Edhe pse duhet ishte bërë 50 fish më shumë, se janë vjedhur 50 fish më shumë. Legët që duhet hidheshin këtu janë futur te xhepat dhe te cicat e këtyre. Por mirë do ishte të na kishit pyetur një neve që jetojmë këtu. Ore, ky Rama si është vëlla? Jo të hapësh votën se të bëri pyllën orbital, se na morën qafë, apo donin me na mbajtë tjetër një emigrant. Kështu që diaspora tregoi edhe një herë që në shumicë që ikën shqiptarë nga Shqipëria apo nuk ikën Shqipëria nga shqiptarë. Keni mbajtur në sistem dhe na keni bërë një peshqesh për post gjithë gjërave që juve pretendoni për Sali Berishën, e nuk i heq asnjë lloj fjale për PD-n, që është një strukturë malinje, e cila prodhon vetëm shterp, edhe filizat e rinj i ka shterp. Por me këtë gjë që na bët peshqesh, më keni ulur krenarin time kur thoja që ndjehem me fat që kam lindur në 93-shën dhe nuk kam jetuar as një milisekond në komunizëm. Faleminderit motrat e vëllezër shqiptar, faleminderit patronazhist që bët që të më prishtit ëndrrën dhe postulatin tim që nuk isha jetuar në komunizëm, duke më bërë peshqesh Edi Ramën për 16 vjet. Mjerë juve se kujt e keni hedh votën, mjerë juve që mbështesti rilindjen të sekt, mjerë juve të djathët që kur janë prishur pronat e pronarve keni duar trokitur, mjerë Partia Demokratike për atë që është, dhe mjerë gjithë populli shqiptar që e paskërkish merituar Enver Hoxhën. Mos na bëni si parimor shqiptar, mos na bëni si qenie të zgjuara, mos na bëni si racë inteligjente, sepse pikën e inteligjencës nuk e kemi. Dhe pikën e dinjitetit nuk e kemi si kombë. Neve mund themi që jemi grup shqipfolës, por neve kombë nuk ditëm të bëheshim kurrë.